Me ishte Zotit do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Në Injili sipas Markut, faqja 46, kapitulli 5, dhe nga vargu 21, do të lexoj. Dhe kur Jezusi kaloi përsëri në bregun tjetër me barkë, një turmë e madhe u mblodh rreth tij dhe ai qëndroi në breg të detit. Atëherë erdhi një nga krerët e sinagogës me emrin Jair, që kur e pa i ra ndërkembë dhe ju lut me të madhe duke thënë: I me bie është duke dhe në shpirt. Eja, veri duart mbi te që të shërohet dhe të jetojë. Dhe ai shkoi me te. Një turmë e madhe e ndiqte dhe shtyhej rreth tij. Tani një grua që kishte një fluks gjaku që prej 12 vjetësh dhe kishte vuajtur shumë nga ana e mjekëve të ndryshëm, duke shpenzuar gjithë pasurinë e vet pa kur farë dobie, madje duke u bërë edhe më keq. Kur dëgjoi që flitej për Jezusin, u fut në turmë dhe pas shpinës preku rroben e Jezusit. Sepse thoshte, nëse vetëm ja prek rroben e tij, do të shërohet. Dhe me njëherë rjedha e gjakut ju ndal dhe ajo ndjeu në trupin e vetë se u shërua nga ajo sëmundje. Por me njëherë Jezusi duke e ndjerë në vete që një fuqi kishte dalë prej tij, u kthye midis turmës, tha: Kush mi preku rrobat? Dhe dishepujt e vet i thanë: A nuk po sheh që turma po të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti thua: Kush më preku? Por ai vështronte rreth e qark për të parë atë që bëri këtë. Atëre gruaja, plot frikë e duke u dridhur, duke ditur se që kishte ndodhur, erdhi dhe i ra ndërkembë dhe i tha gjithë të vërtetën. Dhe i tha: Bie besimi yt të shërojë. Shko në paqe, dhe je shëruar nga sëmundja jote. Dërsa Jezusi ende po fliste, erdhën disa nga shtëpia e kryetarit të sinagogës duke thënë: Jo të bij ka vdekur, pse e bezdis akoma mësuesi. Por Jezusi sapo dëgjoi çu tha, i tha kryetarit të sinagogës: Mos ki frikë, vetëm ki besim. Dhe nuk lejoi që ta ndiqte kurkush tjetër përveç Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit, vllait të Jakobit. Dhe pasi arriti në shtëpinë e kryetarit të sinagogës, pa një rrëmuj të madhe dhe njerëz që qanin dhe u lërinin me të madhe. Hyri dhe u tha atyre: Pse bërtitni e qani? Vajza nuk ka vdekur, por flet. Dhe ata e përqeshën, por ai mbasi i nxori jashtë të gjithë, mori me vete atin dhe nënën e vajzës dhe ata që qenën me atë dhe hyri atje ku derdhej vajza. E mori pra për dorë vajzën dhe i tha: Talitha kumi, që e përkthyer do të thotë: Vajzë, ty po të them, çohu. Dhe me njerë vajza u ngrit dhe filloi të ecë. Ajo ishte në fakt 12 vjeçe dhe ata u habitën me habit madhe, por ai urdhëroi rreptësisht që askush të mos e marrë vesh, pastaj urdhëroi që t'i jepnin vajzës taj. Amin. E falenderoj Perëndin, vëllezër, aleluja.
për fjalën që lexojmë, sepse fjala vëllezër shpeshherë e përdorim dhe themi është ushqimi shpirtëror. Është vërtetë, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu ka shumë nevojë për fjalën e Perëndisë. Është ushqimi vërtet që njeriu mund të arritë, që njeriu mund të forcojë, sepse ashtu siç ushqehemi, vëllezër, aleluja, për të mbajtur trupin mishor, ditë për ditë, kujdesemi për këtë lloj ushqimi, ashtu është dhe ushqimi ynë frymëror, vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë, fjala e Perëndisë. Është ushqimi vërtet që ne forcohemi në besim në njeriu e brendshëm, në atë njeri që Zoti e thirri për të jetuar përjetësisht. Fjalën e Perëndisë ne shohim, motra dhe vëllezër, e curinë tonë, shohim jetën tonë, shohim dobësitë tona dhe shohim zgjidhjen, motra dhe vëllezër, aleluja, të gjithçkaje që ndodh në jetën tonë. Shohim, motra dhe vëllezër, në fjalën e Perëndisë që lexuam, një grua prej 12 vjetësh me një sëmundje të vështirën, sepse nuk ishte thjesht vetëm një sëmundje personale e saj, por ishte edhe një sëmundje që askush nuk i afrohej asaj, sepse ligji i detyronte njerëzit që asaj të mos i afroheshin. E falenderojmë Perëndin. Jo vetëm e sëmurë, por edhe e veçuar nga njerëzit. Dhimbje shumë e madhe, motra dhe vëllezër, aleluja, për një njeri të tillë. Dhe na tregon fjala e Perëndisë që gjithçka kishte, kjo grua e shpenzoi ndër doktorë. Gjithë pasurinë e saj, që të shëroj, që të kishte, motra dhe vëllezër, aleluja, bashkësi me njerëzit, me të dashurit e saj, me të afërmit. Dhe merrni me mend, vëllezër, aleluja, çfarë mund t'i japë njeriu për të shëruar, kur është në një gjendje të tillë? Nuk i bën më përshtypje ajo që ka, motra dhe vëllezër, aleluja, por jep gjithçka ka që të ketë shëndet, që të jetë mirë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe gjithçka kishte e dha, dhe nuk i solli dobi. Biletot, gjendja e sajtë u përkeqësua më shumë. Të japësh gjithçka ke, vëllezër, për të shëruar nga një sëmundje, dhe gjendja jote të jetë akoma më keq, humbi gjithçka kishte grumbulluar ndërkohën e saj, dhe tani nuk i kishte mbetur veç se, motra dhe vëllezër, aleluja, thotë, kur dëgjoi për Jezus Krishtin, tha, të shkoj. Është e vetmja shpresë, motra dhe vëllezër, aleluja, kur njeriu nuk ka asnjë lloj hapësire që të mund të verë dhe të strehohet, të turzohet. E vetmja shpresë, motra dhe vëllezër, aleluja, për njeriu është Jezu Krishti. Vendosi në zemrën e saj, thot fjala e Perëndisë, që
që do shkoj t'i prek rroben e atij dhe unë do shuroj. Është shumë e rëndësishme, vëllezër, aleluja, vendosi me besim që po t'i prek rroben e tij, unë do shuroj. Dhe le të kthehemi në aktualitetin tonë, vëllezër, aleluja, në kishën e Perëndisë. Jezus Krishti na mëson fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, është në kishë. Më lejoni, vëllezër, që t'ju lexoj për të kuptuar që Zoti ynë është në kishë. Në zbulesa, vëllezër, fjala na mëson. Isha në frymë ditën e Zotit, është në kapitullin e parë, mos e hapni, nga vargu 10 po lexoj. Dhe dëgjova pas meje një zë të madh si një bori që thoshte: Unë jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, dhe çfarë sheh, shkruaj në një libër dhe u dërgo 7 kishave që janë në Azi, Efes, Smirnë, Pergam, Tiatirë, Sardë, Filadelfi dhe në Laodice. Dhe u solla ta shoh zërin që foli me mua, dhe si u solla, pashë 7 shandanë. Ari. Dhe në mes të 7 shandanëve, një të ngjashëm me bir njeriu, të veshur me një petkë të gjatë deri në këmbët dhe të ngjeshur në një brez ari në gjurmë. Dhe kryet e tij dhe flokët e tij ishin të bardhë, si lesh i bardhë si bora, dhe sytë e tij ngjanin si flakë zjarri. Dhe këmbët e tij ngjanin me bronz të kulluar, si të skuqur në furrë, dhe zëri i tij si zë shumë ujrash. Dhe kishte në dorën e tij të djathtë 7 hyje, dhe nga goja e tij dilte një shpatë mprektë me 2 terë, dhe fytyra e tij si dielli që ndrin me forcën e tij. Dhe kur e pashë, rash përpara këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: Mos u tren, unë jam i pari dhe i fundit, dhe i gjalli. Isha i vdekur, por jam i gjallë në shekuj të shekujve. Amen. Dhe unë i kam qelsat e vdekjes dhe të Hadesit. Shkruaj pra gjërat që pe, ato që janë dhe ato që do të ndodhin pas tyre. Misterin e 7 hyjeve, misterin e 7 hyjeve që ti pe në të djathtën time dhe të 7 shandanëve prej ari. Të 7 hyjet janë engjëjt e 7 kishave, dhe 7 shandanët që pe janë 7 kishat. Dhe si u solla dëgjova zërin që më foli, isha në frymë. Thot Gjoni. Dëgjova një zë që më foli, dhe si u solla, ktheva kokën të shoh kush më foli. Pashë, thot motra, vëllezër, aleluja, shtatë shandanë ari, dhe në mes të 7 shandanëve, një njeri, motra dhe vëllezër, të veshur, e falenderojmë Perëndin. 7 shandanët, thot, janë 7 kishat. Kur ktheva kokën të shoh, pashë në kishë Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja. Prezenca e Zotit është në kishë. E thotë fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja,
dhe e thonë dëshmitë e vlezërve që e kanë parë Jezus Krishtin duke ecur në kishën motra dhe vlezër. Është e vërtetë motra dhe vlezër, aleluja. Fjala e Perëndisë që lexojmë duke dëshmuar nga vlezër që në kishën motra dhe vlezër, aleluja, kanë parë pikërisht këtë gjë motra dhe vlezër. Jezus Krishtin të ecë në kishë dhe të takoje çdo njeri motra dhe vlezër, aleluja, të vërdorën mbi të, ta pyesë motra dhe vlezër, aleluja, çfarë dëshiron të bëj për ty. Kjo është e vërtetë. E falenderojmë Perëndin. Atëherë motra dhe vlezër, aleluja, vimë në kishë, a e kuptojmë motra dhe vlezër, aleluja, që Jezus Krishti është i pranishëm në kishë. Ne kemi dëshmi që Zoti është në kishë, sepse vlezërit që e kanë parë kanë dëshmuar për një gjë të tillë. Fjala e Perëndisë që është po dhe amin, motra dhe vlezër, na dëshmon që Jezus Krishti është në kishë. Atëre, si vimë, motra dhe vlezër, aleluja, në praninë e Zotit tonë? Vimë që të lemë barën tonë, motra dhe vlezër, aleluja, në Zoti ynë që na pret në kishë? E falenderoj Perëndin. Kjo grua pasi shpenzoi gjithçka, e vetmja shpresë, motra dhe vlezër, aleluja, ishte t'i prek roben e ti dhe do shërohet. Do zgjidhet problemi. E falenderojmë Zotin. Po bijtë e ti të zgjedhurit, motra dhe vlezër, aleluja, që ai pret çdo ditë, që ai flet me ta çdo ditë, motra dhe vlezër, aleluja. Nëse do të komunikojnë me te dhe do të lënë këtë rëndesë tek ai, a nuk do të marrin, motra dhe vlezër, aleluja? Më falni, shkoi, turma nuk e linte, thotë, dhe ajo e qau turmën, dhe shkoi dhe preku roben e tij. Dhe ndjeu që brenda saj u ndërprer rjedhja e gjakut dhe ajo u shërua. E ndjeu, motra dhe vlezër, aleluja, nuk bëri Jezus Krishti asnjë veprim, por ajo thot vuri në zemër të saj këtë besim që do shkoj ta prek dhe do marr aty që kam nevojë. Kush merr, motra dhe vlezër, aleluja, kur shkon të takojë Jezus Krishtin? Besimi, motra dhe vlezër. Vimë, motra dhe vlezër, aleluja, në kishë me këtë besim që atë që unë kam problem ta lej në Zot, sepse ai është atje, do ta takoj, do flas me të, dhe problemi im do zgjidhet. Sa dëshmi kemi, motra dhe vlezër, aleluja, në kishë, ku motra dhe vlezër me besim kanë dalë përpara, i janë lutur Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, dhe Zoti ka vepruar në to dhe kanë marrë atë që kanë patur nevojë. Amen. Të gjithë, motra dhe vlezër, aleluja, jemi dëshmitar. Të gjithë jemi dëshmitarë të Zotit tonë, motra dhe vlezër, aleluja. Që kur ne shkojmë me besim tek ai, ai thot, këtu jam mirim, këtu jam bia ime. Folë. Folë. Eja tek unë. Sa e rëndësishme është, vlezër, aleluja, që kur nisemi nga shtëpia, do shkoj sepse kam një takim shumë të rëndësishëm. Problemet që kam
I vetmi që mund të mi zgjidhe, se s'më ka mbetur gjë tjetër vëllezër, aleluja, i vetmi që mund të zgjidhe është Zoti im. Sa ka dëshmuar Zoti në jetën tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, për këtë dashuri të madhe që ka për ne. Që ne i kërkojmë dhe ai na përgjigjet. Dhe me njërë rjedhja e gjakut ju ndalë dhe ajo ndjeu në trupin e vetë se u shërua nga ajo sëmundje. Por me njërë Jezusi, duke ndjerë në vete që një fuqi kishte dalë prej ti, u kthye midis turmës dhe tha, kush mi preku robat? Dishepujt e vetë thanë, a nuk po sheh se turma po të shtyhet nga të gjitha anët dhe ti thua kush më preku? Jezus Krishti është midis nesh, vëllezër, falenderojmë Perëndin, aleluja. Dhe çdo njeri që vjen ta takojë Jezus Krishtin, nga kisha, motra dhe vëllezër, del i bekuar. Del i shëruar, del i plotësuar, motra dhe vëllezër, i gëzuar. Dhe mësimi që do të na japë Zoti sot është pikërisht kjo. Dikush më preku me besim dhe mori atë që deshte. Ata që e ndiqni, dhe dishepujt e tij, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, rreth ti, thanë, çfarë po flet Zoti? Shpeshherë ne themi, motra dhe në kish vajta. Zotin e kemi parë, motra dhe vëllezër, ka bërë mrekulli. Bëri atë, shëroi njerin atje, e thiri një të verbër, ne ishim me atë. Dhe e thiri atë, dhe ai pa, i erdhi drita e syve. Nuk është kjo, motra dhe vëllezër, që Zoti do të na tregoj, të ndjekim, që të shohim dikë që Zoti e shëroi. Nuk është kjo qëllimi, motra dhe vëllezër, aleluja, që ta ndjekim Jezus Krishtin. Dikush erdhi tek unë me besim dhe mori atë që deshte. Të gjithë po të shtyn nga të gjithë anët dhe ti thua kush më preku? Ndodh shpeshherë, motra dhe vëllezër, aleluja, që kisha e humbet besimin. Dhe bëhemi pa kuptuar, motra dhe vëllezër, aleluja, turma që ndjekim Jezus Krishtin. Në kishë vema, dëgjojmë fjalën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, por problemet tona, në zgjidhjet tona, ju japim drejtim vetën. Nuk shkojmë tek Zoti ynë, motra dhe vëllezër, dhe ti themi, Zot, ky është problemi im, zgjidhe ti. Sipas vullnetit tënd. Jo i imi, joti të bëhet. Por ai vështronte, Jezusi vështronte në turma të gjente atë që e preku. Atëre gruaja, plot frike duke u dridhur, duke ditur se që kishte ndodhur, erdhi dhe ra ndër këmbë dhe i tha gjithë të vërtetën. Çfarë bëri, motra dhe vëllezër, aleluja, kjo grua? Dëshmoi përpara të gjithëve dhe përpara Jezusit gjithë problemin e saj.
Çfarë kishte ndodhur me të, si kishte shpenzuar gjithçka motra dhe vëllezër, aleluja, e la përpara Jezus Krishtit. Kjo është arsyeja që unë erdha dhe të preka. Për këtë arsye, dhe ai i tha, bie, besimi yt të shëroj. Shko në paqe dhe ji e shëruar nga sëmundja jote. Pasi rrëfeu, motra dhe vëllezër, thot kjo grua përpara turmës, përpara të gjithëve dhe dishepujve, Zoti ju dha një mësim të gjithëve dhe na jep të gjithëve një mësim. Bie, besimi yt të shëroj. Shko në paqe. E falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja. Zoti thotë aty ku janë 2 apo 3 të mbledhur në emrin tim, unë jam midis tyre. Dhe kur Zoti është, motra dhe vëllezër, aleluja, ku janë 2 apo 3 të mbledhur në emrin e Zotit, lërë çdo gjë me Zotin. Fol me Zotin, sepse Zoti është aty. Dhe do të kesh gëzim në jetën tënde. Do kesh sukses në jetën tënde. Nëse do ta lësh problemin që ke tek Zoti. Po për të gjitha gjërat duhet lënë Zoti, po motra dhe vëllezër, aleluja. Në gjithçka lëre dorën e Zotit të veprojë. Në detaje të vogla, motra dhe vëllezër, aleluja, lëre Zotin të veprojë. Ashtu si që vete dhe flet në detaje, me atin tënd, që i tregon gjithçka probleme që ke, më ndodhi kështu, bëra këtë. Lere tek aty në qiellor problemi që ti ke. Dhe atëherë Zoti, do shikosh motra dhe vëllezër, aleluja, do të shikojmë se çfarë Zoti adhurojmë. E falenderojmë Perëndin. Besim duhet, vëllezër, aleluja, në çdo gjë. Dhe gjën e parë që i ligu kërkon të na heqë nga ne është besimi. Të na ktheje turma, motra dhe vëllezër, aleluja, por pa besim. Sëmuremi, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe Zoti thot, ka ndonjë të sëmur midis jush, le të vijë tek unë. Dhe pleqtë ta lyej në me vaj, dhe i sëmuri do të më kepe, do të shurojë. Ky është besimi ynë, motra dhe vëllezër, aleluja. Jam i sëmurë, do shkoj të lyem me vaj përpara Zotit. Dhe të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, do të lutem, dhe Zoti do të më shërojë. Ky besim, motra dhe vëllezër, aleluja, bën vepër të madhe. Një problem të madh, motra dhe vëllezër, aleluja, kishte motra jonë. E pamundur, i thanë njerëzit, që të bëhet kjo që kërkon ti. Është e pamundur që të bëhen gjitha dokumentat që kërkon ti. Por çfarë ndodhi, motra dhe vëllezër, aleluja? Zot po e le në dorën tënde. Lutuni, vëllezër, për problemin tim, lutem edhe unë. Lavdi emrit të shenjtë. Dhe çfarë ndodhi, vëllezër, aleluja? Dora e Zotit veproi fuqishëm. Ajo që e pamundur për njerëzit, për avokatët të ndryshëm, ishte e mundur për Perëndin, sepse Perëndia tha, unë ndryshoj ligjet për ty. Ka që madhe është dashuria e Perëndisë, vëllezër, aleluja, për të zgjedhurit, për ata që e duan Perëndinë. Prandaj, vëllezër, gëzimi ynë është qëndron në këtë pikërisht, motra dhe vëllezër, në Zoti ynë Jezus Krisht, në besimi që ne kemi në Zotin. Çfarë është e pamundur për Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja? Asnjë gjë. Çdo gjë është e mundur për Zotin. Dhe me këtë besim shko, lere barrën tënde tek Zoti, çliro. Dhe do të shohësh se çfarë bekimi do të shoqërojë.
Jo e lashëm motra dhe vlezër, aleluja, diskutuam të prende. E lem barën në Zoti dhe kur dalim nga kisha e marrim përsëri. Që ta zgjidhim neve, motra. Nuk është kjo e lashëm barën në Zoti. Barën në Zoti e lemë dhe unë dal me gëzim. Pse? Sepse ai do ta zgjidhë. Zoti im do ta zgjidhë, si do ai do të bëjë, dhe unë nuk e kam me këtë rëndesën, dhe unë nuk mendoj me për këtë problem, sepse e kam lënë në dorë të Zotit. Ky është besim dhe Zoti vepron. E lejojmë dorën e Zotit të veprojë, kur ne e lëmë çdo gjë në dorën e Tij. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja. Bie besimi yt të shëroj, shko në paqe dhe ji e shëruar nga sëmundja jote. E falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja. Është shumë e rëndësishme, vëllezër, që nëpërmjet fjalës të Perëndisë të kontrollojmë jetën tonë si ecim. Sepse nëse nuk e kontrollojmë veten tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë fjalën e Perëndisë, do të kthehemi në turma që nuk mundet, motra dhe vëllezër, ta shijojnë në Krishtin. Nuk mund ta shijojnë në Krishtin turmat, motra dhe vëllezër, aleluja. Mund të shohin mrekulliberin në një, mrekulliberin, por në ty, në mua çfarë ka bërë Zoti, nuk do ta shohim. Nëse ne, motra dhe vëllezër, do të ecim me besim në Zoti, nuk ka rëndësi, motra dhe vëllezër, aleluja. Në që problem je, nuk ka rëndësi në cilat kushte je. Jo, motra dhe vëllezër, besim në Zoti. Kudo që ti jem, ja lë barën Zotit dhe ngrihem, motra dhe vëllezër, aleluja, duke adhuruar Perëndin, sepse u zgjidh problemi. U zgjidh problemi. Si u zgjidh? Ai vazhdon, nuk vazhdon, motra dhe vëllezër, e ka marrë Zoti në dorë. Nuk mund të vazhdoj ta zgjidh unë, por e ka marrë Zoti im në dorë për ta zgjidhur problemin. Në mua sheh gëzim, në mua sheh paqe, motra dhe vëllezër, lavdi emrit të Shenjtë. Ky është vullneti i Perëndis për të gjithë ata që i ka thirrur. Ejeni tek unë dhe lëreni barën tek unë. Zoti ta bekojë këtë fjalë.